Në tërësinë e fakteve, mënyra veprimit të ndërmarrjes në këtë rast përbën dyshime për kryerje të veprës penale. Nëse i shohim ashtu si faktet ndara, ndoshta secili fakt mund të kishte një arsyetim të caktuar. Megjithatë, kur kemi parasysh tërësinë e fakteve, qartazi ekziston nevoja ndërhyrjes së prokurorit shtetit në këtë rast. Fillimisht pra kemi parasysh faktin se në rastin konkret iniciohet një procedurë tenderuese mbi bazën e një kërkese që cilësohet si urgjente, e më pastaj rezulton se ajo nevojë realisht nuk ishte aq urgjente. Përpjekja për të mbuluar këtë fakt përmes mbushjes së vënuar me naftë, pas kërkesës për çastje në dokumente publike, ngre dyshime për një përpjekje të qëllimshme për ta fshehur këtë situatë. Tutje, nëse i shohim specifikat se si janë përpiluar, ku thuhet se viti prodhimit kamionëve duhet të jetë jo më i vjetër se 2005 dhe 2 prej kamionëve rezultojnë me këtë vit, ndërsa kompakterët 2022 që rezultojnë me këtë vit, haptazi ka dyshime ashtu për përshtatjet specifikave për një operator të caktuar. Për këtë arsye, në tërësinë e ngjarjes ka dhe ngritën dyshime për kryerje të veprës penale, të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar nga ana e zyrtarëve përkatës të ndërmarrjes ekoregjioni dhe keqpërdorimit dhe mashtrimit në prokurorim publik nga ana e zyrtarëve të kompanisë fituese të nderit. Ashtu në këtë situatë, prokurori i shtetit duhet të qartësoj përgjegjësinë penale në rastin konkret në drejtim të këtyre veprave apo veprave të tjera eventuale penale.